Përshëndetje të gjithëve. Unë jam doktor Elvisa Gastra, kirurg i përgjithshëm në Shqipëri. Kam punuar në Spitalin e Durrësit dhe të Korçës. Ka disa kohë që bashkëpunoj me Albanians Fighting Cancer, e cila është një shoqat që na ka ndihmuar shumë, sidomos në punën tonë të përditshme në Spitalin e Korçës dhe në pacientët me kancer, për arsye sepse në kirurgji gjithmonë operacionet e kancerit janë më të vështira, më komplekse dhe me materialet që na kanë dërguar. Kemi arritur që të bëjmë operacione dhe më të komplikuara, po dhe të ulim përqindjen e komplikacioneve. Po ashtu për sa i përket kancerit të gjirit, na ka ndihmuar me materiale diagnostikuese si për shembull agët e biopsisë, si dhe materiale të tjera dhe sot jam këtu tek Mbrëmja Gala Albanians Fighting Cancer për të dhënë këtë dëshmi dhe për të inkurajuar njerëzit që të vazhdojnë me ndihmat në spitalet shqiptare, sepse duhet të shtoj që në lidhje me Korçën, por këto u shpërndan dhe në shumë spitale të tjera në Shqipëri, duke ndihmuar në lehtësimin e punës të mjekëve dhe infermierëve, si dhe në rezultatet më të mira për njerëzit që trajtohen atje. Ka shumë raste suksesi, ne vazhdojmë punën, kuptohet që kushtet janë duke ndryshuar, por gjithsesi ngelemi në kushte spitalore që ka nevojë për përmirësim dhe për furnizim të mëtejshëm, por si thash, nuk kemi vetëm dhe kjo na ngroh dhe akoma më shumë. Për sa i përket muajit që ndodhemi, sidomos muajit të kancerit të gjirit, apeli im është që të gjithë zonja mbi 40 vjeç të shkojnë të kryejnë mamografinë e kontrollit, sepse mamografia është hapi i parë i cili ndihmon në zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit, i cili në ndryshim nga shumë kancerat të tjerë është 100% i kurueshëm nëse kapet në faza fillestare. Prandaj, për çdo gjë, çdo frikë që të keni, çdo gjë që ju ndryshon në trupin tuaj, shkoni, kryeni vizitën, kryeni mamografinë, sepse është një kancer të cilin sot shkenca mjekësore e njeh shumë mirë.